Të dashur shqiptar, nga vjen fjala llafazan. Fjala llafazan në gjuhën shqipe vjen nga gjuha turke. Por gjuha turke e merr këtë fjalë nga gjuha perse e vjetër lafzen. Ka kuptimin mburëm. Po të mbaronte historia me kaq, do isha i lumtur, kishte hyrë një fjalë nga turqishtja që mori këtë nga persishtja vjetër. Mirë po, Persia ka qenë një perandori e madhe. Dhe çfarë ndodh? Kjo fjalë shkurtohet edhe në gjuhën turke në fjalën laf, edhe në gjuhën shqipe laf, do thot llafi, fjala. Gjuha turke evoluon bashkë me gjuhën njërokshe monosilabike njëqelizore shqipe. Historia s'mbaron me kaq. Kemi në Shqip fjalën llapazan, që sipas modelit të Akademisë së Shkencave, e Qerem Çabejt, vjen nga fjala llap, që do thotë dhe lëpi është dhe llapa. Në fakt, fjala llapazan ekziston në gjuhën armene. Edhe ajo nga gjuha e vjetër perse. Fjala llapazan ekziston në gjuhën e Gjergjisë. Grekët na kanë akuzuar që vijmë pikërisht nga Kaukazi. E pra në gjuhët e Kaukazit kjo është llapazan, edhe llafazan. Po ashtu në gjuhën armene është llapazan dhe llafazan, dhe për këtë kanë ndikuar gjuha greke, e cila shkruan fjalën llafazan me ph, të aspiruar shqiptohet f në greqisht, por armenët e keq kuptojnë e lexojnë me p. Tmer! Llaftar! Pra fjala llap, gjuha, nuk është fjalë indo-europiane, siç kujton Akademia e Shkencave të Shqipërisë e Qerem Çabej, por flas shumë unë llap, me llapa, lëpi me llap, dhe llapaj në përgjithësi si mbiemër, pas ka ardhur nga shkurtimi i fjalës llapazan. Një lloj si fjala llaf erdhi nga llafazan, shkurtimi i fjalës lafzen e persishtes, edhe fjala llapazan është një tjetër derivativ i gjetur në armenisht dhe në gjuhën e Gjergjisë në Kaukaz. Tmer o tmer. Tmer. Pra fjala llap, flas shumë, kam gjuhë të gjatë, gjuha, llapa, lëpi me llap, nuk është fjalë onomatopeike, siç mendonte Akademia e Shkencave të Shqipërisë dhe ajo e Vjenës. Në fakt, Akademia e Vjenës na ka dhënë shumë fjalë të gjuhës ilire, që në fakt vijnë nga gjuha perse e vjetër në Shqip. Tmer, llapazan, llafazan, të dyja këto derivativ gjenden në gjuhën armene dhe në gjuhën e Gjergjisë. Edhe në gjuhën turke. Ju faleminderit shumë për vëmendjen. Ju ftojmë në TikTok, në bisedat drejt për drejt, marrim pjesë 400 veta në ditë, japim pëlqime nga njëherë 3000 veta në ditë, na dëgjojnë njerëzit dhe nuk dinë ç'të thonë. Janë komplet të tronditur që të gjithë shqiptarët. Biseda është pasi lloj pagese, është më mirë se sa bisedat në kanalet televizive, që dalin njerëz të çmendur atje, ne këtu diskutojmë fjalë me fjalor. Dhe nuk ju themi shqiptarëve që jeni pellazg, jeni si të gjithë popujt e tjerë, një lloj si armenët, që i kanë marrë fjalët nga gjuha perse, një lloj si turqit. Pas një ndryshim. Pra nuk jeni pellazg, dhe nuk keni një lidhje fare me ilirët. E kuptuat tani? Ilirët flisnin greqisht. Ju faleminderit për vëmendjen dhe ju ftojmë
në biseda që zgjasin shpesh deri në orën 3 të mëngjesit. Një bisedë zgjati deri në orën 6:30 të mëngjesit. Po nga mëngjesi në mëngjes, pa pushim, 12 orë. Pra ju ftojmë live ose drejt për drejt në TikTok, është falas, nuk do të paguani asgjë, do të jepni mendimin tuaj. Ju presim.